SPA ka mbyllur hetimet dhe ka dërguar për gjykim një grup prej 24 personash, mes të cilëve edhe Elvis Doçi, të akuzuar për trafik ndërkombëtar droge, grup të strukturuar kriminal dhe pastrim parash. Grupi kriminal dyshohet se ka trafikuar në disa episode rreth 1869 kg lëndë narkotike, përfshirë kokainë dhe kanabis. Ndërkohë, gjatë operacioneve janë sekuestruar 2994 kg kokainë dhe mbi 700 kg kanabis, të cilat dyshohet se lidhen me aktivitetin e kësaj organizate kriminale. Autoritetet kanë sekuestruar gjithashtu edhe rreth 4 milion euro cash. Visi i pojës është shpallur në kërkim nga SPAK në kuadër të operacionit Ura, të zhvilluar me 21 maj të vitit të kaluar. Me vendim të gjykatës së Breshjas janë lëshuar 24 masa sigurie, ndërsa operacioni ndërkombëtar është shtrirë në Itali, Shqipëri, Angli dhe Francë. Sipas hetimeve, grupi drejtuar nga Doçi dyshohet se ka trafikuar rreth 1.3 ton kokainë gjatë viteve 2020-2025, si edhe mbi 500 kg kanabis. Nga 24 masat e sigurisë të lëshuara nga autoritetet italiane, 10 janë ekzekutuar në Breshja dhe 3 në Shqipëri. Në drejtimin e SPAK janë arrestuar për llogari autoriteteve italiane Asti Lupi, Erald Salla dhe Altin Shehaj. Prokuroria e posaçme ka bërë me dije se në Shqipëri ndodhen edhe 3 persona të tjerë të shpallur në kërkim nga drejtësia italiane. Përveç Visit të pojës, masa sigurie janë lëshuar edhe për Indrit Tafili dhe Olgert Shjeva, të konsideruar si bashkëpunëtor të afërt të Doçit në organizimin e trafikut të drogës. Në kuadër të këtij operacioni, vitin e kaluar u arrestua në Tiranë edhe oficeri i antiterrorit Igli Haxhiaj, i cili dyshohet se kishte lidhje me grupin kriminal. Sipas hetimeve, ai akuzohet se ka dekonspiruar informacion mbi operacionet gjatë kohës që ushtronte detyrën pranë forcave operacionale. Hetimi i koordinuar nga Prokuroria Antimafia e Breshjas është rezultati një pune 5 vjeçare të zhvilluar në bashkëpunim me autoritetet shqiptare dhe zviceriane. Përgjigjet telefonike dhe bisedat mes anëtarëve të grupit kanë ndihmuar në zbardhjen e aktivitetit kriminal. Në total, 49 persona janë vënë nën hetim, 46 prej tyre shqiptar.